Por them që parashivia humbi për kot, për një neglizhencë të shtetit base ose të kolegëve. Të kolegëve, po. Më vjen jashtë mase. Edhe them që dhe akoma vazhdojnë. Ajo kanë nevojë rrugë të tjera për kurim ose për disa gjëra të tjera që ta përkrahin, jo për ta nxjerrë në 7-8 portale që e nxjerrin në 7 portale vetëm që të mbledhin, mbase vetëm që të mbledhin like-et. Klikime? Mendon që po e shfrytëzojnë si personazh. Kjo duket. Kjo më jep të kuptoj, mbase nuk është kështu, jam gabim, po kjo më jep të kuptoj. Mbase unë nuk kuptoj. Të gjithë ata që po na ndjekin janë shumë kurrashtarë të dinë se si mendon Alida, si mendon sepse ka pas kolege, ka pas shumë afër. Ti e ke njohur edhe nga afër si shumë kolegë të tjerë, të saj, kështu që është interesante edhe për ata që na ndjekin. Prandaj më vjen shumë keq. Thash, kam qenë fans e asaj. Edhe jam. Se edhe artisti është njeri në fund të fundit, ë? Edhe ai ka të tilla gjëra private në jetë. Por nuk ka pas njeri që ta ngrej. Unë kam gjetë veten time ta ngrej, kam qenë çik si mbase, nuk e di, më çapkënë, më ashtu, edhe e kalova me 2 fëmijë. E kalova, edhe nuk përfundova jashtë. Por keq më erdhi, jashtë mase. 1 muaj sa unë kam vetëm qanja dhe s'dinja si ta ndihmonja. Thash ta marr në shtëpi, po nuk e di si qysh tek ta marr në shtëpi, ta ndihmoj këtu nëpër doktore, nëpër kështu derisa të jap aty morali, sa e ka nevojë për moral. Ta ngresh. Po. Do kisha dëshirë ta takoja? Po. Do kisha shumë të dëshirë. Po të ketë ajo dëshirë, nuk e di si qisha shumë. Jo, do të kisha dëshirë ta takoja të konsumoja mbasi një bisedë me të. Patjetër. Këtë e kanë bërë shumë, Invamula e kanë bërë shumë këtë hap, kanë shku deri në Amerikë, e kanë takuar, vetëm për t'i dhënë moral dhe për t'i dhënë kurajo, ti e jona, qou, ti e jona, le të presim, publiku të pret, ti e jona, qou.